numri 5. Edhe nga skuadra Prishtinës, një fanell. Ferro Nikeli që do të respektoj kampionatin në deri në fund. Starton sfida në stadiumin Recep Rexhepi, janë vendasit parit me topin. Ja ku rikuperon topin Buje, mundësi për Prishtinën, Filip Buje, futën në zona i. Pasimi për te Krasniqi që e hap rrugën në ati topi, goditja nga Limani blokohet. Vazhdon në sulli me Gallapenin që godet. Shojmë njerë, Samir e ktheu topin, Krasniqi mençur lejoj të kalon të topin te Limani. Shojmë njerë goditjen e Gnapi, nuk ka dalë portieri, Aksel Gnapi, brenda zonës, goditja. Pozita ishte rregullt. Gnapi, pasimi mirë për te Ramiz Bytyqi. Në kufit e zonës, futët brenda, Bytyqi në shtyll. Brozi sa po inkuadrua në loj, ka shpëtuar shtylla. Hyseni një për një me Bujen. Kryen hapësirë, Arkimi është i mirë, mundësia tani çfarë rasti. Suhejl Muharem kryesimin. Ferro Nikelit nga afërsia. Topi nga mysafirët, Krasniqi hapësirën e ka krijuar, goditja ka pritur Brozi për Prishtinën me këtë gjuajtje të Albin Krasniqit. Një insistim i gjatë i Prishtinës. Raçi, pasimi është i mirë, brenda zonës, Gallapeni, edhe njerë mundësia, Limani, goditja devijohet mbi port. Shojmë edhe njerë, për fare pak mbi port shkoj, Kryeziu për te Bytyqi. Një për një dueli, pasimi tani, mundësia, goditja ka pritur Brozi. Shojmë edhe njerë, e djatha e Kryeziut. E dhuron topin te Hasan Hyseni, kundër sulmi i Ferro Nikelit. Hyseni provon të shënon një gol spektakolar! Oh, çfarë mundësie! Ska faul të Shillovës, pasimi për Kryeziu, mundësia ideale, Kryeziu! Nuk arriti të shënonte. Shillova dha pasimin për Leo Trim Kryeziun. Këtu pozita është e dyshim, për mundësia është për Ferro Nikelin. Goditja ka pritur Kolaj. Heri shojmë dhe njerë sa e rrezikshme ishte e djatha nga Zumberi. I vetëm Leo Trim Kryeziu për te Shillova. Sërish ftohet brenda zonës, vazhdon ky kombinim. Alban Shillova, goditja jashtë. Shumë sa mirë ishin këto kombinime mes Kryeziu dhe Shillovës. Arkimi në shtyllën e parë, nuk mbrin Kryeziu, Limani e ka kthyer sërish në zonë 5 metrave, tani shansi Shillova në shtyll. Goditja dytë 1-0. Realizon Prishtina në frymën e fundit. 2 sekonda para se të mbyllej koha e dhënë shtesë. Shojmë edhe njerë. Ardian Limani e ktheu topin në zonën e 5 metrave. Shillova me goditjen në shtyll dhe më pastaj nga topi kthyer Ron Raçi shënon. Prishtina merr 3 pikët, nuk do të ketë më kohë, ishte krejt në fund të shtesës. Goli realizuar nga Raçi. Shumë raste krijoi. Dhe në fund shpërblehet për këtë dominim skuadra Prishtinës. E këtu mbyllet sfida, fiton Prishtina.